Një milioner shtirej si kur kishte shkuar në udhëtim, por ajo që zbuloi brenda shtëpisë së tij e tronditi më shumë se çdo humbje financiare. Nuk pati asnjë kërcitje në brave. Ai vetë kishte kontrolluar çdo derë një natë më parë, duke përgatitur terrenin për kurthin e tij të përsosur. Shtëpia ishte e zhytur në një qetësi mashtruese, atë qetësi që zakonisht paraprin stuhil. Dora e tij, e fortë dhe e mbuluar me një dorezë lëkure të zezë, rrotulloi dorezën e derës kryesore me një ngadalësi të padurueshme. Në dorën tjetër mbante një çantë pune, jo sepse kishte nevojë për të, por sepse ishte pjesë e maskimit. Supozoi të ishte mijëra metra mbi tokë, duke fluturuar drejt një konference të rëndësishme. Supozoi që shtëpia të ishte bosh nga prania e tij, duke i dhënë liri kujdeses së re të tregonte fytyrën e saj të vërtetë. Ai e urrente pasigurinë që nga vdekja e gruas së tij, jeta e tij ishte shndërruar në një sistem të ftohtë oraresh, rregullash dhe heshtjesh të detyruara. Kishte larguar shumë dado në muajt e fundit, për vonesa të vogla, për përdorim telefoni, për të qeshura që i dukeshin shumë të zhurmshme për një shtëpi që ruante kaq shumë dhimbje. Por kjo e fundit ishte ndryshe. Shumë e re, shumë e papërvojë dhe, sipas shërbyeses së vjetër të shtëpisë, tepër vulgare për standardet e familjes. Kur nuk jeni këtu, ajo bën gjëra të çuditshme, i ishte përshpëritur një mëngjes me një fytyrë shqetësimi të rrem. Fëmijët nuk qajnë, dhe kjo nuk është normale. Fëmijët gjithmonë qajnë. Nëse nuk qajnë, diçka nuk shkon. Këto fjalë i digjinin në gjoks ndërsa shtynte derën. Frika e një babai të ve është një karburant i rrezikshëm, shndërrohet lehtë në zemërim. Ai hyri, vendosi çantën në dysheme me kujdes dhe mprehu dëgjimin. Priste të dëgjonte të qara, të shite televizorin ndezur me zë të lartë, ose kujdestaren të shtrirë në divan. Por ajo që dëgjoi ishte diçka krejt tjetër, të qeshura të thella, të forta, të vërteta. Të qeshura që vinin nga barku, të qeshura fëmijësh që ai nuk i kishte dëgjuar në këtë shtëpi prej më shumë se një viti. Kureshtja dhe paniku u përzien brenda tij. Ai avancoi në korridor, këpucët e shtrenjta duke rrëshitur lehtë mbi drurin e lëmuar, i udhëhequr nga një gëzim i huaj që e ndjeu si fyerje personale. Kur mbërriti në pragun e sallonit, pamja që ju shfaq ishte aq absurde sa truri i tij u deshën disa çaste për ta përpunuar. Salloni, zakonisht një tempull rregulli dhe ngjyrash neutrale, dukej si skenë e një shfaqjeje kaotike. Në qendër ishte kujdestarja. E shtrirë në dysheme, mbi një qilim të çelët, me trupin plotësisht të zgjatur. Vishte uniformën blu të punës, por në duar kishte doreza gome të verdha, të tilla si ato që përdoren për pastrim. Ajo qeshte me zë të lartë, duke i ftuar fëmijët të vazhdonin lojën. Dy foshnjat ishin mbi trupin e saj, duke u përpjekur të qëndronin në këmbë mbi të, si akrobat të vegjël. Njëri, më i brishti, ai për të cilin mjekët kishin thënë se kishte vështirësi motorike, ishte ngritur në këmbë, duke u mbajtur me duart e vogla në shpatullat e saj, duke qeshur me gjithë shpirt. Drita e diellit hynte nga dritaret, duke ndriçuar pluhurin në ajër dhe duke krijuar një pamje të çuditshme, por të gjallë. Për çdo tjetër, kjo do të kishte qenë një pamje dashurie dhe lidhjeje natyrore, por për të, i verbuar nga dhimbja dhe nevoja për kontroll, ishte një shkelje e çdo rregulli. Ai pa rrezik aty ku kishte besim, pa pastërti aty ku kishte lojë, pa mungesë respekti aty ku kishte përkushtim. Zëri i tij e theu momentin si një thik. Nuk bërtiti, por urdhëroi me një ton të ftohtë e autoritar. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe katastrofik. Trupi i kujdestares u tendos nga frika, ekuilibri u prish dhe njëri prej fëmijëve humbi mbështetjen. Për një çast të pafund, fëmia u anua drejt dyshemes së fortë. Por reflekset e saj ishin më të shpejtë se frika. Me një lëvizje të vetme, ajo e kapi foshnjën në ajër, duke e mbrojtur kokën e tij dhe me krahun tjetër tërhoqi fëmijën tjetër drejt vetes. U rrotullua dhe përfundoi ulur në dysheme, me të dy fëmijët të shtrënguar fort në gjoks. Të dy filluan të qanin, të frikësuar nga tensioni i papritur. Burri u hodh përpara, ja rrëmbeu njërin fëmijë nga krahët me ashpërsi dhe urdhëroi që ajo të mos lëvizte. Ai akuzoi për çmenduri, për rrezik, për mungesë profesionalizmi. Çdo fjalë e tij ishte e mbushur me përbuzje dhe frikë. Ai fliste për paga, për reputacion, për atë që do të mendonte shoqëria, për kujtimin e gruas së tij të ndjer. Kujdestarja u përpoq të shpjegonte, me zë të dridhur por me një dinjitet të qetë. Ajo foli për lojën, për besimin, për faktin se fëmijët kishin qeshur pas muajsh heshtjeje. Por fjalët e saj u mbytën nga zemërimi i tij.
Ai i quajti sjelljet e saj të turpshme, e akuzoi se po kërkonte të zinte vendin e nënës, se po sillte kaos në një shtëpi serioze. Në fund i kërkoi të largohej, ta mblidhte veten dhe të zhdukej nga jeta e tyre. Kur ajo u largua drejt dhomës së shërbimit për të mbledhur sendet e saj të pakta, të qarat e fëmijëve u bën më të forta, më të dëshpëruara. Ai mbeti vetëm në sallon, me pasurinë e tij, me shtëpinë e përkryer dhe me 2 fëmijë që nuk gjenin ngushëllim në krahët e tij. Heshtja që ai adhuronte ishte shkatëruar, zëvendësuar nga një kaos dhimbjeje që nuk dinte si ta ndalte. Në fund, ajo u largua pa kthyer kokën, duke lënë pas një shtëpi të mbushur me të qara dhe një burr që, për herë të parë, ndjeu se kishte humbur diçka shumë më të vlefshme se kontrolli, lidhjen me fëmijët e tij. Çanta ishte e hedhur mbi shtrat, rrobat e pakta të shpërndara mbi mbulesë. Ajo e vendosi çantën mbi shpatull dhe u drejtua nga dera. Burri u detyrua të tërhiqej për t'i hapur rrugë. Ajo nuk e uli kokën. Teksa kaloi pranë tij, u ndal vetëm për një çast. Nuk ja hodhi syt fytyrës së tij, por korridorit që çonte drejt dhomave të fëmijëve. Zëri i saj ishte i thyer, por i qartë, kur foli për herë të fundit si kujdestare dhe jo si e huaj. Foshnja e vogël fle vetëm nëse i përkëdhelet shpina me lëvizje rrethore nga e djathta. Dhe tjetri ka frikë nga errësira e plodh. Ju lutem, mbani ndezur dritën e korridorit. Dhe me këtë udhëzim të fundit, një mësim dashurie i maskuar si këshill teknike, ajo u largua nga dhoma e shërbimit, kaloi kuzhinën dhe doli nga dera e pasme. Ai mbeti vetëm në hapësirën e vogël, i rrethuar nga para që askush nuk i donte dhe nga jehona e një të vërtetë që refuzonte ta pranonte. Nga salloni, të qarat e binjakëve kishin ndryshuar. Nuk ishin më shpërthime paniku. Tani ishin rënkime të lodhura, të rënda, të dorëzimit. Tingulli i një shtëpie që edhe një herë kthehej në të ftohtë, të rregullt dhe tmerrësisht bosh. Ai vështroi vizatimin e rrudhur në 2 sheme, njollën e vetme të ngjyrës në botën e tij gri, dhe për herë të parë ndjeu një frikë të vërtetë nga të qenit vetëm me fëmijët e tij. Korridori që lidhte kuzhinën me daljen e shërbimit nuk ishte dukur kurrë kaq i gjallë. Ajo ecte me kokën lart, edhe pse brenda ndjente sikur këmbët po i dorëzoheshin. Çdo hap e largonte nga e qeshura e fëmijëve dhe e afronte me heshtjen që linte pas. Sa po dora e saj preku dorezën e derës së pasme, një britme e tmerrshme çau ajrin. Nuk ishte një kapriço fëmije, ishte tingulli i panikut absolut. E qara u shndërrua në një krizë të dhunshme. Ajo u ngrirë në vend. Instinkti i saj bërtiste të kthehej me vrap, por dinjiteti dhe urdhri i mëparshëm e gozhduan në 2 sheme. Prisni. Zëri i burrit u dëgjua nga kuzhina. Nuk ishte lutje, ishte thirrje urgjente, e zhveshur nga autoriteti. Ajo u kthye ngadalë. Ai ishte i çrregullt, me kravatën e liruar dhe fytyrën e zbardhur. Në krahët e tij, fëmia i vogël përdridhej dhunshëm, fytyra i ishte nxirr nga e qara dhe refuzonte kontaktin me të atin sikur përqafimi i tij të ishte prej gjembash. Nuk po qetësohet, tha ai me frymëmarrje të vështirë. Arroganca e pak minutave më parë ishte thyer. Njeriu që lëvizte pasuri të mëdha me një telefonat nuk mund të ndalte të qarat e një fëmije të vogël. U përpoqa të bëja siç thatë, por nuk funksionon. Po mbytet. Ajo e la çantën të binte në 2 sheme. Tingulli i thatë i pëlhurës ishte përgjigjja e vetme. U afrua jo si punonjëse, por si dikush që hyn në një zonë katastrofe. Ma jepni, urdhëroi ajo. Zëri i saj ishte i butë, por kishte një forcë të fshehtë që nuk linte vend për kundërshtim. Ai, i mundur nga dëshpërimi, i dorëzoi fëmijën. Në çastin që i vogli ndjeu aromën e sapunit të butë dhe strukturën e njohur të rrobës së saj, ndryshimi ishte i mrekullueshëm. Ai fsheu fytyrën në qafën e saj, duart e vogla u kapën fort pas pëlhurës blu dhe britmat pushuan, duke u zëvendësuar nga ngashërime të thella dhe pshertima lehtësimi. Ai e vështroi skenën me sy të mjegulluar. Ndjeu një therje xhelozie, por edhe një dyshim gërryes që nisi t'i hante krenarin. Çfarë po bën ndryshe, pyeti ai këtë herë pa zemërim, vetëm me hutim të sinqertë. Mjekët më të mirë më kanë thënë se djali është i ftohtë, se gjendja e tij motorike e bën agresiv, por me ty është tjetër fëmijë. Ajo e lëkundte ritmikisht të voglin, e përqendruar vetëm në qetësimin e tij. Mjekët lexojnë dosje, tha ajo pa e parë. Unë lexoj fëmijët. Ai nuk është i ftohtë, ai ka frikë. Frikë se këmbët nuk do ta mbajnë. Frikë se do të bjerë dhe askush nuk do ta festoj. Ju pat një cirk, ai pa një sfidë që mund ta fitonte.
Ai kaloi dorën mbi fytyrë, i shkatëruar. Ju thatë se ai u ngrit në këmbë. Kjo është e pamundur. Më kanë thënë se ndoshta do të ecë shumë më vonë me ndihmë. Mos më gënjeni për të mbajtur punën. Ajo ngriti sytë dhe ai u tërhoq instinktivisht. Nuk dua të mbaj një punë ku trajtohem si plehra, tha ajo. Por nuk do të lejoj që të vazhdoni ta shihni fëmijën tuaj si të pafuqishëm vetëm sepse ju mungon besimi për ta parë të provojë. Besimi, qeshi ai me hidhërim. Besimi nuk shëron gjendje mjekësore. Shkenca po. Atëherë shkenca gabon, u përgjigj ajo. Ose ndoshta shkencës i duhet dashuri për të funksionuar. U kthyen në sallon. Ajo e uli fëmijën ngadalë në qilim duke e mbajtur fillimisht për bel. Këmbët e vogla dridheshin. Ajo i hoqi duart, por mbeti aq afër sa të krijonte një fushë sigurie të padukshme. Ai u lëkun, një zëhelmues pëshpëriti se do të binte. Zemra e burrit rrite në fyt. Ajo i foli butë, e ftoi me krah të hapur. Distanca ishte e vogël, por për fëmijën ishte një humner. Ai shtrëngoi grushtat, u përqendrua dhe ngriti këmbën. Hapi ishte i rënd, i pasigurt, por i vërtet. Pastaj një tjetër. Burri ndjeu se po i merrej fryma. Djali u përkul, por u mbaj. Një hap tjetër. Një e qeshur nervoze shpërtheu dhe ai u hodh në krahët e saj. Ajo e përqafoi, e rrotulloi në qilim dhe e mbushi me puthje. Fitoria ishte e padiskutueshme. Besimet e burrit u shembën. Ai pa fëmijën e tij duke qeshur dhe pa duart e veta bosh. Pastaj akuza e fundit u hodh si helm. U përmend një send i humbur. Dyshimi u fut si helmin. Çanta u hap, sendet e varfra u shpërndan mbi tavolinë. Asgjë me vlerë, vetëm varfëri dinjitoze dhe një fotografi e vogël. Turpi e përfshiu si zjarr. Akuza u shem. Heshtja ra. Ai nuk dinte të kërkonte falje. Krenaria e mbajti të ftohtë. Vendosi rregulla, kushte, kufizime. Ajo do të qëndronte, por pa shpirtin e saj. Pa lojra, pa zhurmë, pa dashuri të lirë. Ajo pranoi në heshtje, duke parë këmbët e vogla që sapo kishin bërë hapat e parë. Ditët që pasuan ishin të ftohta, të rregullta dhe pa jetë. Fëmijët u bën të heshtur, të pastër, si kukulla. Djali nuk përpiqej më të ngrihej. Dhe atëherë, në një çast të fshehtë, ajo u kthye te vetja. Pa zhurmë, pa zë, ajo ul në dysheme, nxori lodra të vogla dhe riktheu magjin. Fëmijët u gjallëruan. Djali u ngrit sërish dhe hodhi hapa drejt saj. Burri, duke parë nga lart, kuptoi të vërtetën e hidhur. Ai kishte ndërtuar një kafaz prej ari dhe kishte quajtur atë shtëpi. Dhe ajo, duke thyrë rregullat në heshtje, po u shpëtonte fëmijëve shpirtin. Trishtimi që ai vet kishte imponuar rëndonte mbi shtëpi si një mjegull e trashë. Ai uli shikimin drejt duarve të veta. Ishin të pastra, të kujdesura, perfekte dhe krejt bosh. Kur nuk kishte luajtur tituj me çorape. Kur nuk ishte rrokullisur në dysheme. Dikur gruaja e tij i thoshte se shtëpia mund të pastrohet gjithmonë, por fëmijëria nuk kthehet më. Ai e kishte harruar këtë. Pikërisht atëherë, kur ndodhej në fund të vetes dhe nuk e dinte nëse duhej t'u bashkohej fëmijëve, ndoshta të kërkonte falje, një hije i kaloi në shikimin anësor. Në fund të korridorit përballë qëndronte shërbyesja e vjetër. Nuk e kishte parë duke vëzhguar. Edhe ajo po shikonte sallonin poshtë, por shpreha e saj nuk ishte as zbulim, as qetësi. Syt i kishte gjysmë të mbyllur, të ngulur në lumturinë e heshtur të kujdestares së re dhe të fëmijëve. Në duar shtrëngonte një leckë pastrimi aq fort sa nyjat i ishin zbardhur. Ai pa se si e moshuara u kthye dhe hyri pa zhurmë në dhomën kryesore, në dhomën ku ndodhej kasa e vogël e sendeve të çmuara. Një alarm i brendshëm ju ndes në kokë, jo mekanik, por diçka shumë më e errët. Kujtoi akuzën për një send të zhdukur, sigurinë me të cilën ajo kishte kërkuar kontrollin e çantës. Dhe tani, ndërsa kujdestarja ishte e shpërqendruar poshtë, ajo po hynte fshehurazi në dhomë. Ai hoqi këpucët për të mos bërë zhurmë dhe u shndërrua në një gjuetar të heshtur brenda shtëpisë së vet u ndal para pragut, duke mbajtur frymën. Ajo që pa e ngriti akullin në gjak. Nuk po pastronte. Qëndronte pranë komodinës me kutinë e vogël prej kadifeje, ku ruheshin një orë e vjetër familjare dhe një stoli me gur të ndritshëm që supozohej se ishte zhdukur. Ajo e hapi kutinë. Drita e gurëve shkëlqeu në gjysmë errësirë.
Nuk I futi në xhep për t'i vjedhur. I mbajti në dorë, I vështroi me urrëtie dhe doli, por jo drejt daljes. U drejtua te dollapi I korridorit ku kujdestarja linte pallton dhe çantën e punës. Ai e kuptoi gjithçka në një çast të kthjellët e brutal. Nuk ishte vjedhje përpara. Ishte një kurth. Një plan për shkatërim. Një zemërim I ftohtë, llogaritës I njeriut që kupton se është tradhtuar nga dora e djathtë. U tërhoq në hije dhe e la të kalonte. Bëje, pëshpëriti për vete. Gërmo varrin tën. Por I duhej prova përfundimtare. Duhej që krimi të kryej plotësisht. U kthye në zyrë dhe ndezi monitoret e kamerave të brendshme, ato që askush nuk mendonte se ai I shikonte. Pamja bardhë e zi e korridorit u shfaq. Duart I kishte shtrënguar aq fort sa nyjat I zbardhën. Në ekran, shërbyesja nuk ishte më figura e rregullt e përditshme, por një hije e fshehtë. Ajo u ndal para dollapit, pa nga të dy anët, nxori stolin nga xhepi dhe hapi çantën e kujdestares. Drita e gurëve ishte vetëm një pikë e bardhë, por ai e njohu formën. Të shite atë send, simbol I një dashurie të humbur, në duar të tilla, I shkaktoi neveri fizike. Ajo e futi thellë brenda çantës, e mbylli, e rafshoi pëlhurën për të zhdukur gjurmët dhe u largua me fytyrën e rregulluar, gati për rolin e saj. Ai u mbështet pas karriges. Kishte provën, por ndjeu faj gërryes. Sa herë kishte ndodhur më parë? Sa njerëz të pafajshëm ishin dëmtuar? Poshtë, paqja e fshehtë vazhdonte. Kujdestarja po luante me fëmijët duke u dhënë dashuri të thjeshtë. Ai vendosi të mos zbriste me britma. Duhej që e vërteta të shfaqej vetë deri në fund. Kur shërbyesja hyri në sallon, heshtja u këput nga një britm teatrale. Fëmijët u trembën, lojrat u rrëzuan, e qara shpërtheu. Kujdestarja u hodh mbi ta për t'i mbrojtur. Akuzat nisën, fjalë të rënda, një moral I rrem. U kërkua kontrolli I çantës. Ajri u mbush me frikë dhe turp. Kujdestarja u betua për pafajësinë e saj, por në botën e të fuqishmëve, e vërteta e të dobëtit peshon pak. Çanta u hap. Dora e tij preku metalin e ftohtë. Stolia shkëlqeu në dritë. Triumfi I rrem u shfaq në fytyrën e shërbyeses. U kërkua policia. Ai u ngrit ngadalë, vështroi fëmijët që qanin, fytyrën e shkatëruar të kujdestares dhe pastaj ktheu kokën drejt akuzueses. Në sytë e tij nuk kishte shpërthim, por një qetësi e frikshme. Ai bëri pyetjen e vetme që e shkatëroi gënjeshtrën. Si e dinte ajo se sendi ishte në fund të çantës? Heshtja ra. U kërkua që fëmijët të largoheshin. Kujdestarja I mori dhe u mbyll me ta, duke kënduar me zë të thyer për t'i qetësuar. Kur dera u mbyll, ai nxori telefonin dhe tregoi videon. Pamjet folën vetë. Maskat ran. E vërteta u shfaq pa mëshirë. U hap dera kryesore. Ajri I natës hyri brenda. U dha urdhri I largimit. Jo për metalin, por për përpjekjen për të shkatëruar një të pafajshme, për kthimin e Zis në Tirani, për ndërtimin e një burgu të ardhë. Shërbyesja u largua pa kthyer kokën. Zhurma e Bravës ishte përfundimtare. Ai u ngjit shkallëve me hapa të rëndë. Pas derës së fëmijëve dëgjoi një ninull të dridhur. Ajo po këndonte ende, edhe kur mendonte se do të arrestohej. Ai kërkoi të hynte. Ajo kishte frikë. Mendonte se po vinte dënimi. Ai foli butë, I tha se gjithçka kishte mbaruar. Dera u hap pak. Ai qëndroi në korridor me duar bosh për të treguar se nuk kishte kërcënim. Në atë çast, shtëpia nisi të marrë frymë ndryshe. Heshtja nuk ishte më shtypse, por hapësirë e liruar, dhe ai, për herë të parë, e kuptoi se drejtësia nuk vjen gjithmonë me zë të lartë, por me guximin për të parë të vërtetën deri në fund dhe për të mbrojtur ata që s'kanë zë. Ai nuk mbante më asgjë tjetër përveç turpit të vet, është larguar, përsëriti me zë të ulët. E nxora jashtë. Ajo u përqendrua për një çast, e hutuar, duke shtrënguar foshnjën më fort pas gjoksit. Jehona e akuzës së mëparshme ende I rrite në vesh, sendi që thuaj se ishte gjetur në xhepin e saj. Ai nxori sërish telefonin dhe ia zgjati pa fjalë. Ajo e shikoi ekranin, pastaj ngriti syt drejt tij. Trupi I saj, që deri atëherë ishte I tendosur si një tel gati të këputej, u lëshua pa pritur. Lehtësimi ishte aq I fortë sa u mbështet pas pragut të derës për të mos rënë. Foshnja, duke ndjerë se rreziku kishte kaluar, mbështeti kokën në shpatullën e saj dhe psherti u thellë. Atëherë nuk shkoi në burg,
pyeti ajo me një pafajsi që i shpoj zemrën atij. Ai tundi kokën me një ny në fy. Jo. I vetmi person që duhet të gjykohet në këtë shtëpi është ai që dyshoi tek ti ajo e hapi derën plotësisht dhe e lejoi të hynte në dhomën e fëmijëve. Dhoma ishte në gjysmë errësirë, e ndriçuar vetëm nga një llampë nate në formë ylli. Lodrat ishin shpërndar në dy sheme, jo si rëmuj, por si shenjë jete. Ai hyri me ndjesinë e një të huaj në shtëpinë e vet, ajo u afrua te krevati i vogël dhe e uli foshnjën me një butësi të pafund. Fëmia, i lodhur nga drama e ditës, ra menjëherë në gjumë. Tjetri, që ishte ngjitur pas saj, e vështroi të atin me dyshim nga pas këmbëve të saj. Më falni, tha ajo duke fshirë lotët me kurrizin e dorës. Kisha shumë frikë. Nëna ime varet nga unë. Nëse do të më arrestonin, ajo do të mbetej vetëm. Ai ul në një karrige të vogël pranë tyre, një nga ato që shërbejnë për të lexuar përralla, por që ai nuk i kishte përdorur kurrë. U ul në nivelin e fëmijës. Mos më kërko kur falje, tha me zë të butë. Kur më? Ai ngriti sytë. Ata sy që zakonisht ishin të ftohtë dhe analitik, tani ishin të lagur. Nxori një pajisje tjetër dhe e ndezi. Drita blu i ndriçoi fytyrën e lodhur. I tregoi pamje të regjistruara më parë. Në to, ajo ishte ulur në dy sheme duke lexuar një libër të madh, duke bërë zëra, duke u shndërruar në personazhe. Fëmijët e shikonin të magjepsur. Ai nuk i vështroi ata, por shikimin e fëmijës, mënyrën si e adhuronte, si e imitonte. Pa edhe diçka tjetër, foshnja që supozohej se kishte vështirësi, po përpiqej të lëvizte me forcë dhe koordinim që askush nuk ja kishte njohur. Nuk e dija që ai dinte të duar trokiste, pëshpëriti ai. E mësoj me ty, unë e humba këtë. Pamjet ndryshuan. Një vakt, një lugë që fluturonte si avion, perime të ngrëna mes të qeshurash. Me mua i pështyn, tha ai, ndërsa një lot i vetëm i rëshiti faqes. Fiku pajisjen dhe e uli kokën në duar. Muri i akullit u shem përfundimisht. Ai filloi të qante në heshtje, thellë, me shpatulla që i dridheshin. Mendova se u jepja gjithçka, tha mes nga shërimesh. Shtëpi, rroba, mjek. Dhe ti, me duar të thjeshta dhe çorape të vjetra, u dhe atë që unë s'dija, jetë. Ajo qëndroi e ngrirë për një çast. Pastaj instinkti i saj u zgjerua edhe ndaj tij. U afrua ngadalë. Ju i doni, tha but. Kjo është më e rëndësishmja. Dashuria mësohet, ashtu si ai mësoi të ecë. Duhet vetëm të mos kesh frikë të ulesh në dy sheme. Ai ngriti fytyrën e skuqur dhe pa fëmijën tjetër që e shikonte me kureshtje. Fëmia shtriu dorën e vogël dhe preku gjurin e tij. Babi, dhimbje, tha. Zemra i u qa. Po, kam shumë dhimbje këtu brenda, tha ai duke prekur gjoksin. Pa menduar, bëri diçka që se kishte bërë prej vitesh. Rëshiti nga karrigia dhe u ul në dy sheme, në tapet, në të njëjtin nivel me fëmijët. Nuk i interesonte më kostumi apo digniteti. Zgjati krahët. Fëmia e pa për një çast, kërkoi miratimin e saj. Ajo buzëqeshi dhe pohoi. Fëmia u afrua dhe u hodh në krahët e të atit. Ai e përqafoi fort, duke thithur aromën e pastër të fëmijërisë. Nuk dua që të punosh për mua, tha ai pa pritur. Ajo u step, pastaj ai u korrigjua. Dua të jesh pjesë e kësaj familjeje. Dua të më mësosh si të jem babai që ata shohin tek ti. I zgjati dorën. Jo si ofert pune, por si respekt. Ajo e shikoi dorën, fëmijët, dhomën. Ftohtësia e shtëpisë po shkrihej. Qëndroj, tha ajo. Por me një kusht, nesër luani me çorape. Unë do të jem publiku. Ai qeshi, një e qeshur e vërtet. Mëngjesi pasoi ndryshe. Dielli hyri but. Ai zbriti në kuzhinë me rroba të thjeshta. Aroma e qumështit të ngrohtë dhe bukës së thekur e përshëndeti. Ajo ishte aty, duke kënduar lehtë. Një fëmijë bënte rëmuj me ushqimin. Ai nuk kërkoi qetësi, por i shkelqeu syt. Mirëmëngjes, kampion. E qeshura shpërtheu. Ai ul në tryez dhe hëngri atë që hanin ata. Ai mësoi se drejtimi i botës ishte më i lehtë se bindja e një fëmije të mos fus lodra në hunë. Kur një hije e së kaluarës u përpoq të rikthehej nga jashtë, ai qëndroi i fortë. Mbrojti shtëpinë e tij vet me fakte dhe vendosmëri. Kur u kthye brenda, gjeti paqen.
I ofroi asaj jo vetëm siguri pune, por kujdes për nënën e saj, një barë e padukshme që ajo e mbante vetëm. Lotët e saj nuk ishin për parat, por sepse dikush kishte parë dhimbjen e saj. Muajt kaluan, shtëpia ndryshoi. Tapeti u mbush me ngjyra të qeshura, betejë me gudulisje. Ai shtrihej në dysheme me çorape në duar, duke u bërë përbindësh për fëmijët që tani vraponin me siguri. Ajo I shikonte me një filxhan çaji, jo më si shërbyese, por si pjesë e familjes. Nuk kishte më rëndësi kush ishte I pasur apo I varfër. Ishte vetëm një familje e ndërtuar nga koha e ndarë bashkë. Dhe ai mësoi mësimin e fundit, pasuria e vërtet nuk matet me shifra, por me sa herë fëmijët vrapojnë drejt teje kur hap derën.